Ka ardhur koha që mos e shajmë në Shqipërinë, po të jemi kritik. Nuk ka turp më të moll, nuk ka turp më të moll për ata që shajnë Shqipërinë. Domethënë, unë faleminderit madhi Zot që gojën time të rëndë, Zhak besoj se e ndjek që unë çdo gjë kritikoj. Dhe me thonë të drejtën nuk kam asnjë lloj censure që gërthas dhe shaj gjithë ditën. Vetëm se unë ty si një personalitet dhe si një luftëtare e zjarrt e dinjitetit gruas, unë mendoj, kur liria është e madhe, dinjiteti është dhe më i madh. Kur liria është e cinguar, dinjiteti është i poshtruar. Dakor, jam me ty. Kështu që unë mendoj që ka ardhur koha në Shqipëri, që Shqipëria të shikohet në tjetër mënyrë si komshitë tonë. Ka thënë Berlinguer këtë që thua ti. Me gjëna, unë e thash nga menja ime, ka thënë Berlinguer, që është politikan italian. Kështu ka thënë, që njeriu që nuk ka dinjitet nuk mund të mendoj për liri. Kështu që nëse ne duam i bëjmë njerëzit të lirë, duhet i japim dinjitet. Eksakt, kështu që unë kam përballë një njeri që unë admiroj për dinjitetin e saj. Dhe po çuditëm shumë që ne të dy nuk bim dakord. Po ka një lloj